Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. 6 китайськими військовими, 2 в полоні. Але, мені здається, нам є що говорити з американцями і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниці. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. Mi mbroma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Në fakt, në disa momente, ky emision është përcaktuar nga datat dhe nga ngjarjet. Feraven, nuk i kisha fare ndërmend që të ndërtonim një panel geopolitik për sot. Mirë po, ishte e pamundur që një lajm që ka bërë xhiron e botës në lidhje me disa robër kinez që tashmë janë kapur në luftën e Ukrainës dhe që kanë shqetësuar Washingtonin, sepse sigurisht mund të ketë mercenarë më të zgjatës, por Shtetet Bashkuara të Amerikës janë treguar shumë të acaruara ndaj Kinës, edhe për shkak të luftës ekonomike shumë të fortë që ka filluar me Kinën, ndoshta duhet dhe sebepi i kësaj, nuk e përshtojmë fare. Dhe pra, mendova me të ndërtojmë të paktën një minutazh të caktuar për të kuptuar përplasjen midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës. Pra, mos po shpejtohet në mënyrë progresive, në mënyrë geometrike, pra do me progresion geometrik që është me shumë fisha. Dhe dyta, po sot, është 31 vjetori i masakrës së Peshkëpis. Pra një masakrë që ka ndodhur më vrarë ushtarët, disa ushtarë në postën e kufirit të Peshkëpis, i bie 31 vjetë në qa viti Goxhaj? 94. Pra, jam këtu me Ditan Goxhaj, kapiten, më mbrëma Goxhaj. Jam me zotin Shqepsi Prenci, më mbrëma zotin Prenci, general, me gradë. Elida Bozhegu, më mbrëma, se erdhën 360 gradë, dhe Ledion Krisafi, ekspert sigurie, më mbrëma. Ate, me që e demaskova vetë panelin që prezentova. Pra, se thush, është një mix i habitshëm, por i domosdoshëm. Do trajtojmë në këtë pjesë partë e emisionit pikërisht të ngjarjen që na vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Ukraina, nga Zelenski që pat sinkron, dhe nuk mund të rrim pa analizuar dhe një herë këtë 31 vjetor të masakrës Peshkëpis, sepse personazhet që sot janë bërë shumë të rëndësishëm dhe të famshëm edhe në politikën kombëtare dhe në politikën ndërkombëtare, siç ka qenë i dyshuari, se unë jam në gjysh, më kanë edhe në gjysh, s'ka problem, zoti Beleri, eurodeputeti Beleri, por dhe, se thush, nevoja për të vënë pikat bijore ç'a ndodhi, ç'a ka ndodhur, në të vërtet, maj sa mund të argumentojmë. Në pjesës parë do me jemi me këtë që lidhet me robrit dhe me praninë e ushtrisë apo ushtarëve kinez në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës. Gjë që ka shqetësuar Washingtonin zyrtar. Zotë Krisafi, për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë? Në këtë luftë, gjatë këtyre 3 viteve, kanë luftuar shtetet huaja nga të dyja palët, ka pasur nepalez, indian, afrikan që kanë luftuar në siglën e Rusisë, nga ana tjetër. Ta kinezët që janë robër tu dhe mund t'i nxjerrim në njëherë në kështu, bëjmë një splitërim, po. Ka pasur amerikan, gjeorgjian, lituanez, polak që kanë luftuar nga ana e Ukrainës. Dhe mund të themi në një farë mënyrë që amerikanët dhe kinezët kanë filluar luftën e tyre në Ukrainë, sepse amerikanët në siglën në rrobat e ushtrisë ukrainase, kinezët në rrobat e ushtrisë ruse në këtë rast.
nuk është krejtësisht e pa pritur fakti që kanë kapur kinezë në luftën në Ukrainë, sepse ka qenë një video që kanë parë para rreth një muaji, mos gaboj, ku ushtar me uniformë të ushtrisë ruse, Kjo është një video e pardjeshme, kjo që kemi ne sot. Po, video që kanë parë para rreth një muaji është video dy ushtarëve me uniformat ruse, të cilët ishin në një shkollë, mos gaboj, në Ukrainë dhe po shkruanin në mur me gërma kineze, të thotë që ishin shtetas kinezë në këtë rast. Kështu që nga dyja palët thash nuk se fakti që luftojnë shtetas të huaj nuk është diçka e papritur, por është diçka që i shërben mbi të gjitha Zelenskit për momentin në këtë moment. Pra i tregon, si thua Washingtonit, që gjitha ato që kemi thënë për ndikimin e Kinës dhe shtetet e tjera nuk janë fantazi, janë krejtësisht reale, ja ku i ke kinezët duke luftuar në Ukrainë dhe i jep një mesazh dhe Washingtonit që nëse do të bësh luftë tregtare ose do të le të themi të rivalizosh me Kinën, duhet ta fillosh pikërisht nga Ukraina. Pra nuk mund të lejosh të nëpërkëmbësh Ukrainën kur kinezët janë tashmë këtu. Zë Bozheku, nga pikpamjet e drejtës të kombëtare, me që ti avokatë, profesor dhe ekspert e drejtës të kombëtare, prania e të huajve nuk është një problem, nuk krijon incident në qoftë se ata, po themi, nuk janë të dërguar zyrtarisht. Kush e ndan janë të dërguar zyrtarisht apo jo nga shteti përkatës. Se për shembull, Korano Veriorët dihet që ishte një kontratë, një marrëveshje, një pakt midis dy shteteve, pra Federatës Ruse dhe Koreas Veriut, për të dërguar një divizion, a nuk di se sa i bie 10.000 ushtar, në frontin e Kurskut, pra jo në territorin e Ukrainës. Shumë të kujdesshëm rusët nga ana e protokollit. Tani këta, apo thjesht është çështje race, nuk ka të bëjë me identitetin e shtetit. Në fakt, për sa i përket historisë me kinez, do thosha, situata në të cilën parimisht ndodhet është që Kina doli me një deklarat, Ministri i Jashtëm kinez doli me një deklarat dhe tha që për sa i përket mos përfshirjes së tyre të paktën, në aspektin edhe diplomatik dhe asaj që do ishte ndërhyrje në territor të një vendi në luftë dhe shpallja luftë de facto, dhe de jure, tha që është e pamundur që ato të jenë shtetas kinez për shkak se të gjithë qytetarët kinezë dinë shumë mirë cilat do të ishin pasojat e tyre. Pra në një lloj mënyrë u distancua pikërisht për pozicionin politik, le të themi, dhe ndërhyrjen. Ndërsa nga ana tjetër, mercenarizmi është sport i njohur. Zotë Kristafi e tha dhe pak më herët, ka nga të gjitha llojet e etnive, racave dhe E prisja këtë përgjigje, me thënë drejtën, por kjo përgjigje më sugjeron pyetjen pasojë. Pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë qëndrim në nivel lart, për shembull zëdhënësi i shtëpisë bardh, acarimi i personali Trumpit, do shqetësim. Është përdorim i këtij rasti apo ka diçka më thellë që ne nuk kemi informacion? Unë mendoj që është diçka akoma më e thellë dhe kam përshtypjen që është më shumë një mekanizëm i bërë për presion për Kinën nga ana tjetër, sepse ajo lufta tregtare që ka nisur dhe lajmet janë shumë shpejta për sa i përket ekonomisë, ajo që intereson Trumpit dhe bursave në mënyrë të veçantë që po shkatrohen nga momenti në moment për sa i përket këtyre tarifave. Një situatë e tillë e ndihmon Trumpin indirekt për pjesën e vetë, edhe në marrëveshjet e vetë. Ndihmon dhe Zelenski në ma. Zelenski është kolateral. Edhe Rusisë dhe Kinës tani më. Zelenski është kolateral, është thjesht, thua që kanë servirur për ta shitur. Por nuk mendoj që ka aq fuqi Zelenski sa për ta përdori rastin e ushtarëve kinez për interesat e veta. Jo, në momentin që Shtëpia e Bardhë dhe e merr në konsiderat dhe prodhon lajm dhe prodhon nënvizim po themi në nivel botror, sepse BBC-a, CNN, këto janë tani mediat referenciale botërore, do thotë që ka diçka, apo jo Goxhaj? Jo, nuk mendoj që ka diçka, aktualisht ka disa kohë që lufta pothuajse që nga 4-5 muaj që lufta në Ukrainë është kthyer për Ukrainën thjesht një luftë PR-i, pra nuk kanë çfarë paraqesin më, në të gjitha frontet pothuajse kanë dështuar dhe duke mos pasur as kapacitete ushtarake për të angazhuar në kundër sulme të reja, aktualisht tashmë po përdorin PR-in, edhe kjo është një pjesë e PR-it dhe është interesante sepse në anën e rusëve nuk luftojnë pra vetëm kinez. Ka edhe amerikan, ka edhe japonez që luftojnë, ka edhe serb, për shembull vjet, në tetor Ministria e Mbrojtjes e Rusisë shpërndau 27 mirënjohje dhe dekorata për 27 mercenar serb që luftojnë në Ukrainë. Dhe ato i bëri publike në faqen e ministrisë të vet,
zyrtarisht, dhe Ukraina nuk tha asnjë llaf për mercenarët serb që luftojnë në krahun e Rusisë. Po. Prandaj është thjesht luftë PR-i, vetëm ajo i ka mbetur, asgjë tjetër. Është luftë PR. Dhe zoti Prenci, si e gjykoni ju si ushtarak në formimin tuaj? Pra, dikon kjo, pra lufta qofte edhe në këtë që thot Goxhaj, pra në opinionin publik e tjetër. Sigurisht që luftohet edhe me këtë lloj mjeti? Fillimisht, kur u morën informacionet në orëve të fundit që do të fillonte operacioni rus mbi Ukrainën, pjesa më e madhe e analistëve dhe ekspertëve vlerësuan që kjo luftë do ketë një mbarim të shpejtë, duke paramenduar se fuqia e Rusisë është shumë e madhe në krahasim me Ukrainën. Pas një rezistence të qëndësishme dhe të vlerësueshme nga Ukraina, Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rreshtuan në krah të Ukrainës, ndërkohë që Rusia u pa në dukje sikur ishte e vetme. Vetëm 5-6 muajt e parë të luftës patën një përballje të forcave, pavarësisht mbështetjes që jepte vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, përballja luftarake e forcave ishte vetëm rus dhe ukrainas. Por shumë shpejt fronti diktoi, për shkak të humbjeve të mëdha të Rusisë, por edhe për shkak të humbjeve të mëdha të Ukrainës, doli në pa mercenarizmi, ku të dyja palët pranuan nga shumë vende të ndryshme. Goxha po më thoshe për para emisionit që Federata Ruse paguan $4.000 apo $10 milione. Po, $4.000 në muaj është për ata që shkojnë luftojnë. Pati edhe rekrutimet, pastaj patën këto ofertat, patën ofertë nga më të ndryshmet. Po para një viti ne s'kemi pse ta bitmi për kinezët që janë në përbërje të forcave ruse, sepse kemi pas edhe nacionalitetet tjera që janë rreshtuar dhe janë rekrutuar me forma nga më të ndryshmet në përbërje të ushtrisë ruse. Ka kinezë të Republikës Popullore, thot Ukraina, sepse ka dhe kompsi kineze në teritorin rusë janë po aq azjatik, po aq. Duhet të pranojmë se ne jemi në një fazë të re, pastaj kanë filluar faza e bisedimeve me ndërmjetësimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe janë të interesuar gjithë shërbimet sekrete të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Ukrainës, të vendeve të Bashkimit Evropian për të kapur të tillë pengje me qëllim që të bëhet pjari i një lufte jo të drejtë, jo të barabartë për sa i përket Rusisë, për ta vënë në pozita Ideja është që kur Shtetet Bashkuara të Amerikës e vendosin në qendër të vëmendjes një ngjarje si kjo, do thotë kjo ngjarje i vjen në momentin e duhur, sepse ndërkohë paralelisht është një luftë shumë e fortë ekonomike që po përshkallëzohet. Kjo është të ditur që ka ushtar kinez. Tani duhet për shkak të pragut të bisedimeve. Po e ekspozon, po nuk po e sajon. Po e ekspozon pra se ka prova, tani sigurim prova që i thot ti. Asi nga ne, për shumë nuk e ndëngredot hipotezën që Kina për të mbajtur ekuilibrat e Rusisë mund çojë aty 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Po kështu, gjoja si mercenare. Nuk shojnë në gjë madhe 5.000 ushtarë në atë lloj lufte. Po 5.000, 15.000, po them, po 10.000 koranove verior, 5.000 këtu. Do të kemi gjë parasysh. Pra, mund të jenë kështu si diversant. Për pothuajse 2 vjetësh, Rusia ka hyrë në Afrikë në zonën e Sahelit. Pra, janë diku të rreth 5 vende, është Çadi, është Burkina Faso, është Nigeri, etj. Dhe ka marrë përsipër ngritjen e ushtrisë së tyre dhe trajnimin e tyre. Dhe çfarë bëhet? Trajnimi i parë bëhet 4 muaj deri në 6 muaj në vendet e tyre përkatëse dhe pastaj vijnë për trajnim specializuar 6 muaj në Rusi. Dhe pasi mbarojnë trajnimi special 6 muaj në Rusi, shkojnë 3 muaj në Ukrainë për të luftuar, për të marrë eksperiencë lufte dhe pastaj kthehen mbrapsht. Pra, këto janë marrëveshje që ka bërë me shtetet dhe këto janë forca që vinë direkt nga shteti. Jo vetëm marrëveshje, edhe manovra për të... Jo vetëm mercenar. Pra, këta kinezët janë mercenar të thjesht. Kurse kemi edhe forca që vinë me marrëveshje shtetërore direkt, pra batalionet të tëra që futet si batalion në luftë. Dhe nuk e kanë mohuar rusët këtë gjë. Prandaj po them që kjo tashmë po përdoret për çështje normalisht i konvenon Amerikës në gjithë të problemin që ka me tarifat, sidomos me Evropën, dhe për të hequr vëmendjen asaj që Trumpi një herë thot po, një herë thot jo, një herë vë, një herë heq, pra sipas dëshirës, edhe i duhet kjo për të hequr vëmendjen asaj që i shtiu tarifat për 30 ditë, pra thjesht
Trumpi, me sa duket, analizët, në fakt, ka një lloj kështu, ka dyzime, apo janë 2 korrente, 3 korrente analize, por duket se po bën si biznesmen, kuptimin që të vë një herë tarifën maksimale, shef reagimin tënd, bën ulësh negociat, Trumpi është kthyer si shiko, kur eksplozivet që vijnë në det, kanë një fitil. Fitili në det është që mos lagën dhe është fitili ngadalt. Dhe atë dhe asnjëherë nuk e di se kur do të plasi, pavarësisht se ka një orë dhe thjesht e ndez edhe tash i pret kur do plasi, edhe Trumpi nuk di se kur do plasi, puna e fitilit. Si është ndezur, plas sot, plas nesër. Amerikanëve keni durim, tha, se asnjëherë nuk ka ndodhur, tha, që treqereku i kryeministrave e presidentëve të planetit duan të më vinë... Në fakt zyrtarisht vetëm 15 shtete që kishin marrë në telefon. Si? Shtëpia e Bardhë konfirmoi që vetëm 15 shtete kishin marrë në telefon. Shtetet që të rënditë. 15 shtetet, nëse i vënë tarifa 100 shteteve dhe marrin në telefon 15, nuk është dhe aq sukses. Është një arritje suksesi i madh i Trumpit. Në ditën e parë të tarifave, Elon Musk humbi -6 miliard dhe sot bursat shkuan +4, +5 dhe në Japoni +9.3. Po gjithato gjithë të pezullimit. Pikërisht, pezullimi dhe lëshimi. Trumpi me një dorë të mban, me një dorë të bjen. Në aspektin gjeopolitik, për herë të parë në historinë botërore, Kina, Japonia dhe Korea e Jugut po diskutojnë që të bëjnë një blok ekonomik në vete, pra imagjino. Është suksesi i tarifave. Pra suksesi i Trumpit. Po suksesi i Trumpit në këtë rast. Suksesi i Trumpit, ne themi ironik. Ironisht. Po t'ishe në shtetë Amerikanë, Trumpin do votoj, kështë e kemi thënë në emisionë për para. Për Amerikën po, është në rregull. Po jo është do Amerikën po, për jashtë Amerikës tash. Ka edhe elemente që janë pozitive, se kjo që po ndodh. Një se i bajmë më të mirë në atë emisionë goxha se. Jo, se moj, po të kisha qenë në Amerikë. Kë do votoje, ke thënë Trump. Për çështjet e Amerikës do votoja Trumpin, absolutisht. Po mirë, po t'ishe në shtetë Amerikanë, me komësi shqiptare, prap Trumpin. Edhe unë Trumpin do votoja, vërtetës. Oke, bëjtë vota është e fshet, përndaj shqyqyrzot që është e fshet. Ne kemi gjithësësi një ndërkallje, sepse unë mendoj që ndryshe nga kjo eleganca që keni ju në këta analizë dhe në këtë thjeshtësim, unë mendoj që do ketë konsekuenca kjo çështja e kinezëve që luftojnë krahë rusëve në... Sepse, për shumë, pëse nuk ta kinezë, me që u është hapër scenarizmi, pëse su kapën në Ukrajinë ta? Po kapën pikrisht nga në Rusisë. Tani deni se i keni tendencë për të parë gjërat shumë. Po këta luftonin në Ukrajinë. Për mercenar, bileroga në Ukrajinë mund t'jetë më e lartë. Kishin duke luftuar, po shiko, këta ishin duke luftuar në Rusi, ishin duke luftuar në Ukrajinë, në Donbas. Po si merr Ukrajina pra këta si mercenar, po i merr Rusia. Po sepse Ukrajina nuk paguan. Nuk paguan. Ka dalë tashmë që s'paguan. Ukrajina ka kështu me, i ka mercenarët, pa thënë që kishte mercenarët Ukrajinë. Janë ata që shkojnë për ideologji më shumë se sa për para. Ka dhe i problem, Ukrajina ka 3 vite që mbat me ndihma nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Evropa, me logjistik, me armatim. Gjithë miliarda dollar që ka marrë nga Amerika, thot Trumpi, pas ka dik për të paguar mercenarët. Si ka marrë para, i ka marrë armatim dhe teknologji. Dyshin të të. Të martën ushtria ukrainase kapi 2 robër kinez të armatosur që luftonin për krah trupave të rregullta ruse në Ukrainë. Presidenti Zelenski nuk priti sigurisht asnjë çast më shumë për të bërë ndërkombëtarisht publik faktin tronditës të ushtarëve kinez në radhat e ushtrisë ruse. Sipas ukrainasve, numri i kinezëve që luftojnë në vijën e parë të frontit është mjaft i lartë, por vetëm me kapjen e robërve, ata janë më në fund në gjendje ta faktojnë këtë dyshim të arsyeshëm. Pekini zyrtare mohoi me shpejtësi praninë e trupave kineze në radhat e ushtrisë së Federatës Ruse që luftojnë kundër Ukrainës. Kina lufton për paqe në Ukrainë dhe akuza për pjesëmarrjen e ushtarëve kinez në këtë luftë është pa baza, deklaron Ministria e Jashtme e Kinës. Por zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Amy Bruce, në takim me gazetarët, u shpreh se prania e ushtarëve kinez në luftën e Ukrainës është shqetësuese dhe tronditëse. Dihet që Kina është mbështetësia kryesore e ushtrisë ruse në mjete, pjesëkëmbimi, municion dhe armatim, dhe kjo shkon sipas vlerësimeve tona deri në 80% të nevojave të luftës ruse në frontin Ukrainës, shtoi Bruce.
Kjo ngjarje është ndoshta pika që derdh gotën në marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shprehen analistët e luftës pas publikimit të këtij fakti tronditës të ushtarëve kinezë në përbërjen e trupave ruse. Të martën ushtria ukrainase kapi 2 robër kinez të armatosur që luftonin. Okej, pra, nuk është puna vetëm tek këta robrit mercenarë. Puna është sepse pjesë të këmbimit, furnizime të artillerisë, predave të artillerisë dhe shumë gjëra cilat konsumohen shpejt në këtë betejë dhe këtë luftë kaq gjatë, vinë nga Kina apo jo Kristofi? Nga Kina deri Është furnizuese shumë e madhe. Deri tani nga Kina nuk ka pasur vërtetim për këtë gjë. Ka pasur hamendje, po jo vërtetim. Vërtetim ka pasur nga Irani dhe nga Korea e Veriut. Nga Irani vinë në këto dronët. Edhe pamje satelitore kanë treguar pikërisht lëvizjen nga anijesh nga Korea e Veriut ose dhe trenash nga Korea e Veriut drejt Rusisë. Por deri tani nuk ka pasur një vërtetim që ka thënë që kaq numër predash artillerie nga Kina kanë shkuar në Rusi. Kina ka ndihmuar Rusinë në mënyrë tjetër, duke qenë se sanksionet perëndimore kanë ndaluar Rusinë të marri qipa, mikroqipa, pajisje teknologjike të tjera nga perëndimi. Këto kanë ardhur në mënyrë të lishme, jo të palishme, sigurisht nga ana e Kinës. Por Kina drejt për drejt thash nuk është vërtetuar ndonjëherë që ka dërguar qoftë municione, qoftë ushtar në Rusi. Është një situatë që i shërben më së shumti Zelenskit se amerikanëve. Pra Zelenski në këtë pikë mund i thotë Donald Trumpit që ne armikun e kemi të përbashkët. Për një farë mënyrë kot u bëm sherr me njëri tjetrin sepse armiku është i përbashkët në këtë rast. Ti po lufton në mënyrë tregtare, ne po luftojmë në mënyrë konvencionale, si thua, me kinezët në Ukrainë. Po mundohet lozi Churchillin, që i thoshtë Amerikanëve në 45-ën që shiko armiku është Rusia. Ta shiko për thotë armiku është Kina, ne kemi armik Kina. Qëllimi është si ta fusi dhe Shtetet Bashkuara në luftë, si thua, në një farë mënyrë. Nga logjika e tij kjo është e drejtë, nuk ka diskutim nga logjika e tij. Pra, dhe tani jemi tek loja. Nuk mendoni që do ketë për shkallëzime. Mënyra se Zelenski dhe përmendi tek deklarata e tij që po mundohet ta shfrytëzojnë maksimum. Dhe thash ka gjithë të drejtën e tij për ta shfrytëzuar maksimum në këtë moment, sepse edhe marrëdhëniet e tij me Washingtonin janë. Tani Zelenski del në konferencë për shtyp edhe 3 herë në ditë. Dhe tani më nuk përbën gjithmonë lajm. Lajm përbën kur ajo që ai del dhe deklaron dhe në vizon, kapet dhe amplifikohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe kur zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë del dhe thot, "Oh, skandal." Tani ju më thoni që janë kapë para 1 muaj dhe para 2 muaj. Tani skandali. Sepse si duhet ka krijuar masë kritike. U përdor tani sepse tani intereson të ky skandal. Me përdorimin. Patjetër. Sepse në aspektin e impaktit që lidhet edhe me audiencën brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të justifikuar dhe atë që është pasoja direkte, sepse ka një pasojë direkte për qytetarët amerikanë kjo situatë ngërçi me Kinën, tak nxjerrin që është dhe shifnin se është edhe problemi i Ukrainës. Pra Kina po tenton edhe në forma tjera ne justifikon vetveten në të gjitha ato që janë dimensionet ushtarake, ekonomike dhe politik. Nuk janë kuklla, janë ushtarë vërtet. Po janë, nuk mendoj që tjerë brenda Kinës. Mendoj gjithmonë, dhe doja fjalën një herë, mendoj gjithmonë që kur përveç lojës politike, ose përdorimi që tha dhe ju, tha dhe Goxhaj, dhe duket si teza kryesore, mendoj që shpeshherë del në fillim maja e icebergut, pastaj del pjesa tjetër e icebergut. Dhe kam përshtypjen që do dalin edhe fakte të tjera, të cilat të lidhen me dorën e gjatë të Kinës në luftën e Ukrainës. Sipas amerikanëve, kjo nuk jam, por e kam parë që gjithmonë hedhin këto në fillim dhe pastaj dalin duket shumë e sinkronizuar. Nuk mendoj që Rusia në këtë histori të jetë aq pasive sa të lërë dorën e gjatë të Kinës pa patur një interes apo një paramarrëveshje të lidhur me Ore, dizon 3 vjet vetëm për predha artillerie dhe nuk dalin. Jo, para një jave, komandanti forcave amerikane në Evropë, General Cavoli ishte përpara Kongresit dhe raportoi edhe në pyetjen se kush e ka ndihmuar dhe kush e ndihmon Rusinë, pra përcaktoi qartësisht Korenë e Veriut dhe Iranin. Pra e përjashtoi Kinën nga ndihmat ushtarake dhe tha Kina ndihmon duke ai foli për çështjen ekonomike që blen naftën, gazin me shumicë subvencionon. Kurse për ndihma ushtarake përjashtoi totalisht. Pra komandanti forcave amerikane, prandaj po them, në krahasim me deklaratën e komandantit forcave amerikane dhe në krahasim me deklaratën e zëdhënësit të Shtëpisë së Bardhë, unë i besoj komandantit forcave amerikane dhe jo atij të Shtëpisë së Bardhë. Ai Shtëpisë së Bardhë është thjesht një gazetar i cili po e përdor mediatikisht për nevoja politike të Shtëpisë së Bardhë. Unë mendoj atë që edhe
falë kontributit tuaj pak kështu thjeshtëzues, do kalojmë tek tema tjetër që lidhet me enigmën e vrasjeve të ushtarëve shqiptar në Peshkëpi, pra 31 vite më parë. Do kemi në paneli do pasurohet me të tjerë, por përpara se sa të fillojmë kemi Ujin Qafshtama, Optika Luani, një blok publicitar dhe kthehemi në studio për të diskutuar dhe për të vënë pika mbi 31 vite më pas çfarë ndodhe në të vërtet në Peshkëpi. Pati masakër, pati vrasje, dhe këto personazhe që sot janë deputet, eurodeputet e tjera, kanë patur një implikim, apo s'kanë patur një implikim, apo të shkuar ata harruar. Shohim.